Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Një ditë përpara protestës së madhe në Tiranë pro ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe krerëve të saj të mbajtur padrejtisht në Hag, lëvizja vetëvendosje bëhet partia e dytë shqiptare pas Partisë Demokratike të Sali Berishës, që deklaron publikisht se nuk do të marrë pjesë në të. Në një deklaratë të gjatë që dukshëm mbante firmën e Albin Kurtit, ndërsa përpiqej të argumentonte mungesën e saj të premten, vetëvendosja ma sulmoi drejt për drejt kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për qëndrime hipokrite ndaj gjykatës speciale, për të cilën sipas saj Rama dikur loboi edhe në Prishtinë. Por ndërkohë, vetëvendosja pati premtuar dikur se sa të vinte në pushtet, do t'i shkrinte dhomat speciale. Mirëpo, Albin Kurti thotë se kjo gjykatë duhet respektuar dhe hetimet e saj duhet shkojnë deri në fund. Protesta e madhe dhe pritshme e Tiranës, që e shndron atë në kryeqytetin e shqiptarisë në mbrojtje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka tronditur shumë Albin Kurtin. Në një reagim inaçor dhe në një thjerrje gjatë emocionale dhe politike, një deklaratë e saj e shkruar nga vetë Albin Kurti merret me sulme personale ndaj kryeministrit të Shqipërisë, ndërsa justifikon mosmbështetje dhe mos pjesëmarrje në këtë event mbarkombëtar. Kështu, lëvizja vetëvendosje bëhet partia e dytë shqiptare pas Partisë Demokratike të Sali Berishës, që deklaron publikisht se nuk do të marrë pjesë në të. Si Sali Berisha, edhe Kurti e ka problemin me Edi Ramën. Para se të protestojnë, këta aktorë dhe politikanë duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Por ndërkohë vetëvendosje pati premtuar dikur se sa të vinte në pushtet do t'i shkrinte dhomat speciale. Mirë po thot Albin Kurti tani, kjo gjykatë duhet respektuar dhe hetimet e saj duhet shkojnë deri në fund. Përtej preteksteve është e qartë se vetëvendosja nuk do të marrë pjesë në protest. Bile Kurti, që vetë deklarohet sovranist në një moment të deklaratës, ja dorëzon Shqipërisë përgjegjësinë edhe për kujdestarinë e Kosovës. Institucionet e Shqipërisë, si shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i Këshillit të Europës, i OSBE, i NATO-s e shumë pranë Bashkimit Evropian, kanë përgjegjësi dhe mundësi që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet e vendoset për drejtësi, e jo në sheshin Skënderbej në Tiranë. Pra duket se vetëvendosja më shumë se për mitingun ka shqetësimin se protesta do të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve lokale, në raundin e dytë të cilave pritet përballet me një goditje të dytë më të ashpër se raundi i parë. Për Albin Kurtin, pa numra për qeverinë e re dhe me një performancë të dobët edhe në zgjedhjet lokale, protesta pro UÇK në Tiranë duket se është goditja e fundit. Edi Rama e ka quajtur deklaratën e Kurtit një çarçaf politik shqetësimesh elektorale të vetëvendosjes, një insinuatë ironike ndaj disfatës së saj në zgjedhjet lokale. Kryeministri i Shqipërisë i kujton Kurtit se nuk po e organizon ai protestën në Tiranë dhe se gjykata që ai mbështeti në vitin 2008 u ngrit për akuzën e shtëpisë së Verdhë dhe jo për të marrë peng Hashim Thaçin. Kreu socialist i nënvizon Kurtit se nuk kanë betejë politike bashk, një kujtesë e hidhur kjo për rezultatin qesharak të vetëvendosjes kur ajo mori pjesë në zgjedhjet politike të Shqipërisë në vitin 2021. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur hapur, por me stilin e tij ironik Albin Kurtit pas deklaratave se shefi i qeverisë shqiptare ka qenë pro ngritjes së gjykatës speciale. Rama i korrigjon kreut të vetëvendosjes se gjykata speciale që ai mbështeti nuk është ajo që mori peng Hashim Thaçin, të cilin akuzon kreu socialist. Vetëvendosja do e donte përjetësisht në Hag. Kryeministri shqiptar nuk lë pa i ngulur një kunj ironik Kurtit për rezultatin e dobët të tij në zgjedhjet e fundit lokale. Lëvizja i ngatëron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa për qëndrimet e para 10 vjetëve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më përfaqësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag. Ndërsa me ironi kujton Kurtit rezultatin e tij në zgjedhjet e Shqipërisë të 2021-shit, duke thënë se nuk është në asnjë garë me lëvizjen vetëvendosje, Rama nënvizon dhe një herë tjetër qëndrimin e tij për gjykatën speciale, Hashim Thaçin dhe ish-krerët e tjerë të UÇK-s, të cilët prej 5 vitesh po mbahen padrejtisht në Hag, ndërsa ndryshe thotë se ka vepruar vetëvendosja.
Unë kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve kurdo e kudo ka qenë rasti e nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim. Rama ironikisht i thot Kurtit të qetësohet se në protestën e thirrur të premte në Tiranë nuk do të jetë as pjesëmarrës dhe as folësh në tubimin gjithkombëtar, drejtësi për çlirimtarët, por e mbështet atë. Do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht, nëse nuk do t'isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose joja asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj. Kryeministri Edi Rama ka shprehur vazhdimisht mbështetjen për Hashim Thaçin dhe ish-krerët e UÇK-s, ndërsa e ka vizituar disa herë ish-presidentin e Kosovës në Hag. Ish-krerët e UÇK-s mbahen në dhomat e specializuara prej 5 vitesh me akuzat për krime lufte dhe pegim të drejtësisë, ndërsa mbështetja për ta sa vjen e rritet. Qeveria e Kosovës i ka ndërprer pagesat për avokatët e ish-krerëve të UÇK-s, ndërsa Kurti, përkundër gjithklasës politike, nuk shkoi kurrë në Hag, ndërsa në qelitë e saj gjendet edhe një ish-deputet i tij. E gjithë vëmendja do të jetë pa diskutim për protestën e 17 dhjetorit, po edhe për këtë komente dhe qëndrime politike nga mbrëmë në darkë edhe gjatë ditës sotme. Ftoj në këtë bisedë të drejt për drejt zotin Haki Abazi, ish zëvendës kryeministri i Kosovës. Zoti Abazi, u përshëndes, mirë se erdhët në Balkan Update. Përshëndetje edhe për ju në Tiranë. Në gjithë këtë organizim për protestën e nesërme të 17 dhjetorit në orën 5 në sheshin Skënderbej, pas 2 ndalesave, njëra në Prishtinë dhe tjetra në Hag, në mbështetje praj një protestë simbolike të krerëve të UÇK-s edhe një kërkesë për drejtësi, ka edhe qëndrime politike që duken shumë inaçore në fakt. Ju e keni lexuar se cili ka qenë qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje në lidhje me këtë protestë, e cila gjithsesi ka pranuar se nuk do të marrë pjesë në tubimin e Tiranës. Tani, sigurisht që marrëdhënia ndërmjet Kurtit dhe kryeministrit Rama është për një kohë të gjatë e ngarkuar dhe është e pritur që në këso lloj momente zhvillimesh, shpërthimi do jetë i pa evitueshëm, duke konsideruar që Kurti e ka për, si themi, për inat çfarëdo lloj lëvizje që bën kryeministri Rama në drejtim të çështjeve që kanë të bëjnë me Kosovën, lidhur me Kosovën, rreth Kosovës. Dhe kjo është vazhdimsi e një përplasje që nga fillimi i zotit Kurti si kryeministër, por kjo nuk është diçka e veçantë, natyrisht ndodh ndërmjet 2 kryeministrave të 2 vendeve me shumicë shqiptare. Jo, po ka diçka që vlen ndoshta për tu nënvizuar zoti Abazi, se kjo nuk është në fakt një protestë organizuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, është një protestë organizuar nga organizata veteranëve të luftës dhe pa diskutim ka marrë mbështetjen nga qeveria shqiptare. Se kishte disa elemente atje në deklaratën e lëvizjes vetëvendosje që u shpërnda mbrëm gati një orë përpara mesnate, se dakord i gjithë ky qëndrim i Kurtit historik kundër kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, po nga krau tjetër po llogari pse kërkonte për përfaqësimin, po themi, të Kosovës në organizata ndërkombëtare, kishte renditur disa, pra kishte një qëndrim kontradiktor aty. Natyrisht. Do thotë ajo që bëri lëvizja vetëvendosje, që është Kurti me Dejona Mihajlin, binomi i njohur i urrejtjes së Shqipërisë së sotshme nga njerëzit që nuk gjetën formën që të angazhohen politikën direkte në Shqipëri dhe ikën erdhën u parashutuan në Kosovë, tani bëjnë politikën destruktive edhe ndaj Shqipërisë edhe ndaj faktorit politik në Kosovë. Deklarata ishte e fokusuar që të mbështjell çdo gjë që është e mundur për të ngritur urrejtjen dhe mobilizimin ndaj veprimeve që ndodhin. Tani, ju thoni që Rama nuk e organizoi protestën, pyetja ime është edhe sikur ta organizonte çfarë do të kishte aty, duke ditur që zoti Rama ishte edhe sponsorizues i rezolutës së mundshme në Këshillin e Evropës për të kërkuar drejtësi në Hag, dhe natyrisht dua të ripërsëris këtu qendra e rëndesës bie mbi fjalën drejtësi. Askush nuk është duke kërkuar më shumë ose më pak se sa drejtësi për një proces i cili po zgjat tepër dhe
është transformuar në vetvete duke vendosur UÇK-n në karrigën e gjykatës së Hagës. Po për Kurtin, çfarëdo veprimi që ndodh, edhe kjo e puna e protestës, tenton që të bëj sikur Shqipëria nuk po bën mjaftueshëm për Kurtin, jo për Kosovën. Ai është nën teksti këtu. Ideja është që Kurti do një subordinim të Ramës në agjendën e Kurtit, nuk është se Kurti mund duroj këdo që mund të bëj diçka të mirë për Kosovën. Po, ja kishte edhe një element tjetër që ja vlen të diskutohet. Zoti Kurti akuzon të kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për lobim, po them për ngritjen e dhomave specializuara, i kujton të vizitat me helikopter e gjithë çfarë ishte shkruar në atë tekst, dhe nga krau tjetër harron premtimin e tij që sapo të vinin në pushtet do të shkrinin dhomat speciale. Çfarë ka ky qëndrim, se mund ta quajmë tani hipokrizi nga ana e kryeministrit në detyrë? Në fakt, kjo lista e hipokrizive është shumë e gjatë, nuk besoj që kemi hapësirën e misionin tuaj, është demarkacioni, është çështja e kthimit privatizimit pronave publike, është çështja e të pagjeturve që 5 vite pas edhe një vetëm nuk është gjetur nga ata që janë humbur me forcë, janë zhdukur me forcë nga Serbia, por qartësisht natyrisht që ka qenë dëmi më i madh për Kosovën që është krijuar kjo dhomat speciale, por duke ditur raportin e njohjes pavarësisë së Kosovës në atë kohë dhe kërkesave që bënte Rusia për ndërtuar një tribunal të ri të Kombeve të Bashkuara, ku Rusia do të kishte një veto të vetën për të paraqitur çështjet, është bërë kompromisi që me rezolutë të krijohet nëpërmjet Bashkimit Evropian dhomat e specializuara. Tani ishte vetë zoti Thaçi që bënte realisht trysnin për të realizuar një gjë të tillë e përmbushur kushtet të cilat mund edhe sot të mos jenë krejtësisht të qarta se çfarë ka ndodhur. Është shumë e ngarkuar si çështje të akuzosh Ramën për çështjen e përkrahjes së dhomave speciale, duke ditur që Shqipëria dhe Kosova në atë kohë ishin në një linjë 100% në sinkron me qëndrimet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe administratën Biden në atë kohë, dhe mandej realisht ky u bë akti kryer i votuar në Parlamentin e Kosovës, të cilin sikurse që ajo fluska për bashkimin kombëtar të cilën e premtonte Kurti se do e bënte muajt e parë në pushtet, u zhduk po ashtu fluska për premtimin që mund ta hedhë në votim çfarëdo lloj tentimi për t'i zhbërë dhomat speciale. Do thotë, në fakt nuk e di nëse ja vlen për vëmendjen e shikuesve dhe kohën që të ndëgjohen këto hipokrizi të thella të cilat janë argumente komplet të thata pa asnjë bazë, kur hudhen qoftë në drejtim Ramës, qoftë në drejtim të premtimeve që ka bërë Kurti në programin e tij politik. Po ja edhe një moment i fundit, vlen për të parë ky reagim edhe në një kontekst caktuar politikat janë Kosovë, sepse po skadojnë ditët për gjetjen e bashkëpunëtorëve që duken se nuk janë gjykundi të Albin Kurtit për formimin e qeverisë së re, për gjetjen e numrave, edhe pse vetë zoti Kurti ka muaj që thotë më testoni se unë kam numrat, po ja ku janë edhe ditët në dispozicion, dhe ka krau tjetër në një kohë kur lëvizja vetëvendosjeje kishte vendosur synime të mëdha për Prishtinën, nga krau tjetër për Mitrovicën, pra edhe me një humbje të thellë në zgjedhjet lokale. Po përdoret kjo edhe si debat për të mbrojtur përpara raundit të dytë zgjedhjeve lokale aty, edhe sigurisht për të shtruar një shtyllë, një argument për zgjedhjet e parakohshme që pritet të mbahen në fund vitit. Natyrisht. Do të thotë Kurti është inxhinier i argumentimit të pavlerë në kuptimin e radhitjes, por të krijimit të nivelit lartë populizmit. Do të thotë nuk lë hapësirë pa zënë duke tentuar që të jetë relevant në përplasje, sepse nuk mund të jetoj Kurti pa përplasje. Kjo që po ndodh me kryeministrin Rama është e përditshme me partitë politike në Kosovë, që do thotë është koncepti i tij politik është përplasja, fragmentimi për të qenë relevant për brenda diskursit dhe narracionit politik në Kosovë. Tani jemi para zgjedhjeve, përkundër faktit që ka udhëhequr për më shumë se 5 vite tani me 51%, nuk ka arritur që të penetrojë në nivelin lokal, në nivelin e kënaqshëm. Gjithashtu, çfarë tenton me zhurmën me Ramën, që është e turpshme, me ju thonë drejtën, është të mbuloj realitetin e kthimit të
kryetarëve të komunave sërbe në veriun e Kosovës që fituan me mbi 66% dhe tani fillon, si themi, heqja e ballonit të fryer të populizmit kurtit për shtrirjen e sovranitetit dhe funksionalitetit të shtetit në komunat e veriut, përderisa është plotësisht i bllokuar dhe i humbur në marrëdhëniet me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara. Kurti do bëj çdo gjë që është e mundur, do krijoj zhurma të pafundme, do të krijoj përplasje për të mos parë fokusin e qytetarëve se ajo që kishte shitur si mjegull për 4 vite në veriun e Kosovës u rikthy me të gjitha forcat e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, qoftë ato në veri dhe në jug, dhe natyrisht fazë pas faze do shohim se ai ballon i krijuar do jetë një hipokrizi e radhës e nivelit lartë dhe çfarë do mbetet në fund janë sanksionet e Bashkimit Evropian, e kryekomisionierja europiane nuk e takoi në zyret e tij, e takoi në korridoret e parlamentit, kuvendit të Republikës, dhe ishte goditje drejt për drejt ndaj kryeministrit në detyrë, i cili nuk respekton as vendimet e prokurorisë, as të gjykatës kushtetuese. Do të thotë kemi të bëjmë me një fazë tjetër, e që është fatkeqësi sepse njeriu që ka premtuar bashkimin kombëtar për 4 vite nuk ka një vizitë miqësore e të bashkëpunimit, e të koordinimit me Shqipërinë, pavarësisht se kush është kryeministri atje, për ne Shqipëria është. Po, mirë, atëherë duket se ka një shkëputje të këtij komunikimi me zotin Abazi, gjithsesi ne patëm mundësi që të ndaleshim fakt tek disa prej elementeve kryesor dhe të rëndësishëm kësaj bisede. Po, zoti Abazi, për ta përmbyllur së bashku. Sikur kishim një çështje teknike të ndërprerjes atje. Po. Ju faleminderit për kohën. Unë thash që unë pres për plasje, por shpresoj që Kurti nuk do arrit ta bëj qeverinë, nuk ka partner këtu nga spektri politik në Kosovë, është i vetmuar në fragmentimin që ka krijuar vet dhe uroj shumë që do kemi një qeveri tranzicionale që spaku Kosovën ta nxjerrë nga ky izolim deri në momentin kur kërkohet zgjedhja e presidentit dhe mandej të shkojmë në zgjedhje që do rikthejnë demokracinë dhe bashkëpunimin e partneritetin politik të mbrëmshëm dhe natyrisht në mënyrë prioritare me Shqipërinë. Ju falenderoj shumë për kohën. Ju përshëndes. Ju faleminderit edhe juve. Kanë qenë veteranët e luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët kanë thënë se deklaratat e Albin Kurtit synojnë të zbehin qëllimin e protestës në Tiranë në mbështetjet Hashim Thaçit dhe i shkrerëve të tjerë të UÇK. Organizata e veteranëve sqaron se kjo protestë nuk është asnjë partie politike, ajo është zëri i popullit shqiptar, i veteranëve të luftës dhe i familjarëve të dëshmorëve të rënë për Kosovën. Organizata falenderon edhe kryeministrin Edi Rama për mbështetjen për këtë tubim. Qëndrimet e vetëvendosjes dhe tentativa e saj për ta politizuar protestën e 17 tetorit në Tiranë në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe lirimit të Hashim Thaçit ka shqetësuar edhe veteranët e luftës, organizatorë të tubimit. Deklarata e lëvizjes vetëvendosje e lëshuar mbrëm vonë tregon qartë se kjo parti po përpiqet të politizojë dhe të zbejë qëllimin e protestës së madhe që do të mbahet në Tiranë më 17 tetor. Organizata e veteranëve të luftës sqaron se kjo protestë nuk është asnjë partie politike, ajo është zëri i popullit shqiptar, zëri i veteranëve, i familjeve të dëshmorëve dhe i gjithë atyre që nuk pajtohen me padrejtësinë që po u bëhet krerëve të UÇK në Hag dhe se nuk do të lejojnë që lufta e shenjtë e ushtrisë çlirimtare të përdoret për interesa partijak. Në të njëjtën kohë, veteranët e luftës shprehin falënderim për mbështetjen e marrë nga qeveria shqiptare. Shprehim falënderim të sinqert për kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, i cili është treguar zë i qartë dhe mbështetës i kësaj kauze të drejtë. Sipas organizatorëve, në protestën e 17 tetorit në Tiranë, pritet të mlidhen mijëra shqiptar nga të gjitha trojet për të treguar se UÇK-ja është nderi i kombit dhe s'ka gjykatë që mund ta njollos atë. Një ditë përpara protestës së madhe pro Thaçit dhe UÇK në Tiranë, duket se jo i gjithë opozita shqiptare do ta bojkotojë atë. Ka qenë Fatmir Mediu që ka deklaruar se do të jetë nesër në protestë pavarësisht urdhrit politik Sali Berishës për të mos marrë pjesë. Vetë Berisha, i cili kishte nxjerrë pretekst praninë e Ramës, u gjeti pa përgatitur nga lajmi se kryeministri nuk do të jetë nesër në tubim.
Nuk do t'jetë personalisht pasi do të politizonte protestën, por pa hequr dorë nga mbështetja e saj, por të vetët do t'i ketë në shesh. Pas hapit pas të kryeministrit Rama, socialistët bën ftesën e fundit ndaj opozitës, t'i bashkojnë protestës pro UÇK të premten në orën 5. Me që thatë se nuk doni t'jeni për krah nesh, thatë që nuk doni t'jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do t'jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? Sigurisht me kushtin që e bëri, me kushtin që të mos e politizojmë. Doktori e kishte ndar mendjen për mos ju bashkuar, por u kap në befasi. Nëse nuk shkon Rama, a do shkoj ai? Ky është vendim politik i Partisë Demokratike. Përpiqet tani dhe do dilte kishte përgatitur fjalimin 1 orë. E kuptoni ju? Do flishte 1 orë. Dhe vetë Edi Rama deklaroi se nuk do të marrë pjesë në këtë protestë. A do ishte në vend ju si qytetar në një status në rrjetet sociale para 2 orësh? E detyruar. Por prap Partia Demokratike nuk do t'jetë. Për më shumë është vendim politik dhe me sa duket nuk ka të bëjë me Ramën. Spari në princip. Unë nuk besoj kur se protesta është rruga për të kundërvur gjykatës. Përndryshe ti do kesh gjykatë. E para, e dyta. Edi Rama i dëmton shumë ata, se është një personalitet i damkosur tani. Në parlament, mazhoranca dhe opozita folën me 2 metra të ndryshëm, ndërsa socialistët flisnin për Kosovën, doktori fliste për të drejtat universale të njeriut, pavarësisht nga kombësia. Ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve? Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Edhe Maqedonas po t'ishin, do ta votoja, po ta kishin bërë shqiptar. Genocidi është krimi i shëmtuar. Të vetmit ama që besojnë tek genocidi shqiptar janë Dikmarti dhe Beogradi. Tauland Balla shtoi edhe një të tretë nga Shqipëria. Për habin time, për habin e plot miqve të tjerë me të cilët isha në Leskovc para 3 ditësh, tifozët serb kur donin na shanin, na thirrnin Sali Berisha. Në finale, të premten nuk do t'jenë në shesh as Rama, as Berisha dhe as Kurti, por tashmë është e qartë për secilin pse. Rama që të ruaj protestën nga politizimi, Berisha se është kundër Ramës, Kurti se është kundër Ramës dhe Thaçit, por të paktën dikush reflektoi. Absolutisht nuk të pyes ty Tauland Balla, do jem ku është Kosova, do t'jem dhe nuk marr leje, as nga ty, as nuk kërkoj që të më ftosh ti në çështje që kanë bëjë me Kosovën. As e ke ditur, as e di ku është Kosova. Sikur se kemi raportuar gjatë ditës, ka një zhvillim në gjykatën kushtetuese pas kërkesës presidentit për mandatin e gjyqtares Sonila Betja. Lidhem dhe njërë me kolegin Erneta Shebroja. Erneta, kemi një vendim? Kemi vendimin që gjyqtare Sonila Betja është ndërprer mandati pas kërkesës që çoi dhe ju shqyrtua ditën e sotme në gjykatën kushtetuese. Sipas ligjit, gjykata kushtetuese kompetente për shpalljen e vakancave ose ndërprerjen e mandateve të gjyqtarëve kushtetues dhe në këtë rast argumenti me sa duket ka prevaluar që është ai i rëndësisë së skemës së ripërtëritjes mbi rëndësinë e të zgjaturit të mandatit dhe vendimarrja pra siç e tham është që Sonila Betja do të largohet nga gjykata kushtetuese, ndërkohë që presidenti së shpejti do të nisë procedurat për zëvendësimin e saj ose për gjyqtarin pasues i cili do të ketë më pas mandat 9 vjeçar në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, për pak minuta kemi dhe një komunikim zyrtar nga ana e kryetares së gjykatës kushtetuese për të sqaruar më tej edhe arsyet që quhen pikërisht në këtë vendimarrje ditën e sotme. Erneta Shebroja, falenderoj për këtë zhvillim minutave të fundit. Në përfundim, do duhet lajmërojmë se gjithë përdoruesit e rrugës që do të qarkullojnë të premten rrugën e Kombit nuk do të paguajnë tarif. Lajmi u dha nga zëvendës kryeministria dhe njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Rruga e Kombit pa pagesë në datë 17 tetor. Liria ka emër, drejtësi për çlirimtarët. Bashkohemi në Tiranë për drejtësi, dinjitet dhe të vërtetën e luftës çlirimtarët Kosovës, shkruan ministria Balluku.
Ne kemi mbritur kështu në fund Balkan Update për ditën e sotme. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën zyrtare të webit abcnews.al, po mund të na ndiqni edhe përmes valve të radios në 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, vetëm pas pak vjen kolegu Nerta në priftim me Sport Center.